Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit, ja ku jemi për të filluar një javë të re, 19 maj, sot viti 2025, duke sikur është dimër dhe sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ore, pse nuk po vjen i ngrohtë, pse nuk po vjen i nxehtë? Sepse ju nuk më merrni seriozisht. Ju e keni këtu parashikimin e gjallë të motit. Po. Mund të ndikoni pozitivisht, jo ju nuk doni. Jo, ka merrni me shaka. Për shembull. E hape prape? Po, nuk e... Sa besueshmëri ke kur duhet ta hapësh? Unë besueshmërinë e kam 98%. 98%. Beteja sa po ka filluar. Po, kjo është vërtet. Sot është e hënë, kolegë, dhe hiq këtë freskun e mëngjesit, i cili ka filluar që mbrëm, nuk e di pse. 25 do të jetë në mesditë, nuk ka shi, ka përpjekje për të rënë shi, po do të dështoj. është si puna e saj, do më thonë që asë... Bravo, si puna e koalicionit e Euroatlantik. E mora vesh. Ditën e martë, po. nesër pra, do të kemi kohë me diell në gjithë territorin dhe zero pritshmëri për shi. Nuk ka shi nesër, kolegë, mund të lash rrobat sot. Bëja 2 lavatrice se duhet. Në rregull, pas nesër. Por pas nesër, fillon përsëri beteja me ujë që vjen nga lart. Vjen nga lart. Sa milimetra? 5 milimetra në Tiranë. 5 milimetra në Tiranë është shqetësim për kolegën, po? Po thuaj se, varet se sa të shpërndara janë. Nëse bjen për gjysmore, pastaj s'është problem, sepse mirë bëjnë, pastrojnë ajrin. Apo i pastërsh. Ditën e enjte, përsëri vazhdon shiu, jo në përmasat më kurës, por është një bisht, një zgjatim. Kujdes të premte në rikthehet e mërkura, do të thënë, e mërkur, e enjte, e premte, e shtun, e diel, të gjitha këto janë ditë me shi, që martë, qameti pasaj, prap shi. Gjithë javën kështu në e bërë? Javë me shi, kolegë, deri të mërkurën datë 28. Maj praktikisht pas ka qenë me shi. Në momentin më klu të këti maj, pra kur vinin 27 personalitete politike nga gjithë bota i përinde me qadër, qa pret t'i dhe shi? Kushe ka fajnë për të? Po, pra. Salive. Opozite, salive. Me që jemi të kjo temë, do më thënë, shiu e shuan zjarin? Varet. Më të lutem me një fjali të vetme, më shpjego pse ata të Europës nuk votun fare për netën, përveç Francës që i qofshin fare. Ta zbulim pas pak se votoj Franca 12 pikë. Pas pak. Do ta shpjegojmë pas pak, kolegë, sepse dashkën portën e Durrësit, po kjo është tjetër histori. E kuptoj. Edhe këta duan për Durrës, po e morë njerë arabët. Do më thënë... Jo, është mëngjes, është fillim jave, do më thënë, të lutem. Okej, atëre, këto që po i them tani, merrni nga ora 4 mas dite. Po, pra, jo, kolegë, jo, nuk e themi do të Europa është, e ka thënë, por aman, 2027 do jemi antarë, do bëjmë edhe ne si Europa. Po shpo në hundë, por këtu ke për 2037, deri 2037. Po 2037, o kole. Okej, vejmë pas. Mos më të lutem tash. Jo, unë kam qenë euroskeptik që në 55-ën. E kuptova, normale. Megjithatë, le të flasim për gjërat tona, gjërat e përditshme. Kafsh shtëpie? Po, përveç Leo Mesit. Babi ban disa qenë. Babi. Se dëgjova i kap shtëpie babi, Babi ban disa qenë. Në Bruxelles. I dimcen për t'i shpërndar edhe... Edhe i mban vetë. është familje dhe ajo e qenëve. Po, është familje. Arsyeja e vërtet, pse ne mbajmë qenë, është që të ruajmë vreshtin. Në një farë mënyre, apo jo. Po dhe ti ke qenë? Jo, kisha se e kanë marrë me vetë. Qeni i kolegë ka hyrë në Europë. Do më thënë, e ndjetë Europës sa erdel për shëtitje. E bëm kakën në Europë. Pas ka dhe pasaport europian. Por e që të ka zënë sot. Dhe zakonisht qenë t'i mbajmë për të në ruajtur në një gjë. Përveç faktit, kur qenë nga plotësojnë edhe nga ana emocionale. Sa e kishe ti qenin, të ruajti nga ndonjë gjë dhe të plotësoj nga ndonjë anë emocionale? Më ruajti që mos t'isha i dhunshëm se dilja huq kur do të gjoj me skemë. Do ta pranojmë këtë, por unë me kolegun për shembull kemi njohur anë të tjera të kafshës shtëpiake. Kur dalim ne që bëjmë ecje nga liçeni, janë ato gocat ose ato zonjat që i thonë ajte mami. Ajtë ke mami dhe mërzite kur s'përgjigjet qeni. Madje njerëz i thanë të gjanë, është kopja jote. Ja ka thënë ky? Jo, ja thamë të dy në një gojë. Por, ideja kryesore është që e marrim qenin, na ruaj shtëpinë, ose pronën, ku e diu, baktin. E qeni shka besnike. Më kujtua puka për ne.
Më falë, se këta e din qenin kafsh buton. Qenin që inteligjente, di që janë shokë dhe vetë, që bëtoj prajnë. Pastaj me stomak bosh si më të luftoja me 2 bullallaj. Qeni si votat e diasporës. Paka shumë. Pa marru votat nuk dalim, nuk shofim asnjë hall tjetër. Jetojmë në një botë e egër, por mbi gjithë në një botë madhe. Llogarit që në 2027 ne do jemi antar të Bashkimit Evropian. Pra pasaporta jonë do t'jetë europiane. Dhe si shtot kolegu me dokumenta. Me dokumenta, prandaj kolegë, duhet jemi të përgatit, duhet përgatit. Sa gjuhë huaja flet kolegu, sepse kolegu e kemi poliglot. Me tekst British. Nuk quhet gjuhë e huaj për kolegu. Nuk quhet gjuhë. Frëngjisht. Po, frëngjisht. Italisht. Ka bërë një kur espanjol. Pak espanjol, jo shumë, apo tamam espanjol. Espanjol, le themi këtu. Kur ishe në Valencia, rijet komunikojnë në spanjisht? Patjetër, deri një farë momenti. Pastaj kisha fjale magjike, vale. Vale. Në rregull, po, okej. Vale është në rregull. Gjermanisht di? Ti di si thuhet ambulancës në gjermanisht? Si thuhet ambulancës? Krankenwagen. 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 Bukur. Pra, kolegu e ketë përgatitur, ti po, ka tjetër, se ke mbaruar praktikisht, dhe me thënë edhe i ke gjitha, unë, diçka, me gjitha të, duhet fillojmë të mësojmë sa më shumë gjuhë, dhe me nga mëgojnë disa gjuhë në shumë gërqisht. Gërqisht, një budrumisht, 2. Budrumisht? Është e ngjashme me gjuhën që flet Flori. Budrumisht? Po, budrumisht. Budrumisht është shumë i famë. Që ishe vjetër besoj se? Po, si sanskritisht, ja. Ma thoi që fjallë në budrumisht. Do të fjallë? Po. Zhapik muri. Super fjallë. Le të shojmë Flor Binaj që është futa hallit gjuhës. Zhapik muri. Gjuhë ngjashme, ka të njëjtën me budrumishtën, sa bëjo E qilari, okej. Po. Më pëlqeu shumë budrumishtën e jote. E zotroja ashtu si që më priste dhe mendja. Tani le të merrem me politikë, sepse zgjedhjet janë vjedhje. Zgjedhjet janë vjedhur me kohë. Janë bërë recidive tashmë, vetëm vjedhen. Mu mbush mendja përfundimisht dje, sepse zonja Josefina Topalli tha as me inteligjencë artificiale nuk del kështu, do më thënë. Nuk del. Tani, duhet me gjetë mënyra për të bërë përshtypjet, që sa më tepër origjinale, teknologjia të ndihmon. Me gjetë përpara vjedhjes së zgjedhjeve, doktori ka qenë te Ylli, te Ylli Rakipi. Po. Kanë qenë miq dikur, nuk janë më sot e kësaj dite aq shumë, por mbajnë marrëdhënie diplomatike. Kanë bërë ndere, le themi, një tjetër mjaftueshëm sa për të qartë. Dhe Ylli, si një mjeshtër i gazetarisë televizive, i ka shkëputur doktorit një premtim, që sot ne ja përdorim në formë shantazhi. Po, bravo. Që ja japim që doktorit firmos le ndërtimi, pa s'ka që ndorë. Po. Pëlqeu apendiksi. Jazuri. Apo jo? Jazuri. Me thonë drejtë. Zoti Rakipi. Shënojni. Se pastaj vjedhëm. Ka një kështu. Tani ka një komentator sportiv që është bërë tejet i famshëm për mënyrën se si ai komenton, apo jo? Vërtet. Por kësaj radhe ka rrit majat. Është një tjetër yll. Se keni zemrën gur ju dhe nuk Jo, kolege, dhe unë e kam ndjekur këtë, gati u përlota këtë ndeshje te Crystal Palace, sepse shikoja njerëz që qanin dhe që ulërinin. Po pse qanin ata? Po qanin se kanë 164 vjet Crystal Palace. Që nuk fitojnë asgjë. Që nuk fitojnë asnjë gjë të vlefshme. Dhe mbas 164 vjetësh mundën sitin në Wembley dhe ngritën FA Cup. FA Cup. Domethënë është pak a shumë si fitoria e Newcastle-it. Që dhe ata fituar një kupë, u bërë në Amizi, dhe më dhe ata kishin 8 ca vjetë e kështu me radhë. Gjitha këta i kuptoj, këta që qanin Crystal Palace është Londër, apo jo? Në Londër, londinezët e Crystal Palace, tifozët, supporters që quhen e kështu me radhë, këta e kuptoj. Ylli Aga pse qanë? Po, shiko kolegë, është data të shi që para kanë dalë rogat, dhe më thënë kuptimin, tek ai televizion. Unë nuk e besoja, dhe me thënë, por është se ti nuk e njeh yllin nga afër. Po ku sa njeh yllin nga afër? Po është një natyrë shumë e ndjeshme. Është ndjeshëm. E di që ylli ka qenë veteriner. Ka mbaruar është puna ime për mirë, ka qenë ka mbaruar veterinari. Po pse nuk merret me kafshët, po merret me ne? Po me kafshët merret, tash derisa. Më fal.
Do më thënë, ylli ka qarë për Kristan Pallat si çdo qante një veteriner kur të linte Viçi. Mos fol me qartë. E qartë. Kemi në ikëshu, në i shërbim? Jo, kemi thjesht për të parë yllin. Se pas ka parë, e lexojnë për komente për në... A, si kështë parë? O ylli. O ylli. O ylli. A nuk e ke pa me gjithë Si kisha parë. Për të përgjandi? Po nuk e imagjinoja kështu. E mbani mend Sergjon e para 2 javësh, 3 javësh? Po, është një muaj, diçka e tillë. Më ndoshta edhe më pak, domethënë. Sergjo Prelashi. Mos është piun? Jo, është gënjeshtar, është mashtrus. Pse? Tha do ju sjell verë, as unë nuk e. E solli një shishe E verë. pash poshtë në zyrë, domethënë. Kishte ardhur me ndonjë bagazh me vete? Unë nuk i kolloj kanë xhepat njerëzit i vinë, domethënë, nuk është se... Tash që e tham as nuk e pranojmë. Po, pra, se kushta. Ti pranon verë Librazhi, jo verën e Sergjos. Jo, po ta lësh disa vite, kolega, ajo bëhet një uthull e cilësisë. Kjo është e vërtet, domethënë, është pak a shumë eksperimenti që i ka bërë udhëheqësi me Tauland. Qartë. Gjithsesi, Sergjo Prelashi, që në profesion është enolog dhe sommelier shumë i njohur, sot do vi me foto dhe lajme ekskluzive, sepse ka qenë brenda darkës që Shqipëria organizoi për Macronin. Kur themi Shqipëria, ai. E tha në fakt atëherë që do vi. Kush është ky burri që ka dalë me Sergjon? Njëri një si fytyrë parë Po, duket. pra, Është plakur shumë. Kush është plak Jo, shumë? jo Sergjo. Kush është plak shumë? Ku zotëria? A zotëria? Po Ka filluar të ngjaj gruas. Do të mos dukesh ai pasjellshme? Nëse e thoja unë. Në qartë. E di çfarë i kanë dhënë? Bukë me shëllir. Kujt mo? Ti zotëris. Macroni? Po e hëngri? Ta ketë ngrënë ai? E pa, prandaj pas ka thënë 2027 do hyni në Ka Europë. ndryshuar mendje. Kush? Nuk do hynë në Europë 2027? Dikur ai nuk donte që ne të ishim pjesë. Ata se nuk do të hante bukë me shëllir. Aha. Por tani thotë që duhet hyni. Ka bërë një gabim që është penduar. A, e ka thënë? E ka thënë. E ka thënë. E kemi me video, me dokumenta. Po. Edhe shumë gjëra Një tjera. farë merite ky program e ka, se domethënë Absolutisht, kemi disa gjëra që i kanë thënë emision dëmatën. Ma përktheni shqip? Si, që në mëgjese. Ai nuk di frëngjisht tani. Dhe gjithsesi, domethënë Sergjo ka marrë vesh gjërat dhe do na i tregoj sot. Po. Edhe politike. Edhe politike. Shi. Mos hezitoni ta pyesni Sergjon. Po, se mos Nxirja dalim... një bukë me shlirë të Sergjo. Se mos dalim kundër vjesë të reale, se ishte fitore publicitare. Jo, janë të gjëra që besoj gjithë dhe interesohen për ditur diçka më shumë. Shumë interesante që jo. Domethënë këtë 2027 do na e thot, do na e konfirmoj. Është e vulosur. Po. Ky pas ka fol çerekore me Ramën dhe Macron. Si s'është mërzitje? Pse të mërziten, më fal, janë që të dy. Po çerekore për shembull, një bisedë çerekore i kanë bërë me kolegun e fundit. Koleg Mira? Mirë, çfarë bë? Mirë? Mirë? Pa mirë. Çto dhe mirë? Mirë, ë? Ja, çerekore. Gjithsesi do t'i mësojmë pas pak të lajme. Pastaj. Në pjesë të 2 do t'jemi në lidhje direkte nga Franca. Nga Franca, 12 pikësha. Émission de francophonie. Aujourd'hui, émission francophone. Sot. Tani përkthejmë një gjë kolegë. Këtë punën e zjermit kur do ta sqarojmë apo? Ja, pas pak, pasi të themi dhe recetën. Pasi të gatuajmë, po. Okej. Kemi një recetë shumë të bukur sot. Iliriana Bejta dhe Dalip Gashi janë producent nga Neofilm dhe janë në marketin e festivalit të Kanës për të bërë të mundur. Në market? Në market. Jo në supermarket. Në market. Jo, është një market atje për të kapur producent. Për të bërë të mundur që 2 filmat e animuar shqiptar që kanë arritur vlerën se cili për tyre 10 milion euro njëri, 20 milion euro tjetri. Jo, sekondësh. Po. Janë filmat të animuar. Janë të animuar. Me 3D dhe janë me programin më të fundit të tyre. Mini Beast dhe Zhak. Jo, shiko, kamu është djaliri me 2500 euro i monton të dy. Ashtu dinim t'i bënim gjithme. Tani dhe nga kjo merr vesh. Ashtu dinim t'i bënim gjithme. Sepse për të ndërtuar një karakter, duhet një muaj. Ku ka shpinë këta t'i kem t'i grapisin? Në Kosovë. Janë në Kosovë. Tani këta kolegë kanë harxhu lekët dhe duan partner, besoj, për të distribuar filmin. Ama filmi Mini Beast premierën e ka kapur që ta ketë në Los Angeles. Fantastik. Është një arritje shumë e madhe, patjetër. Zhak është i pari film i bazuar në prallat shqiptare, pra i pari film i animuar i bazuar në prallat shqiptare. Zhaku i Pamposhtur ka qenë një prallë vjetër shqiptare, parë 90-s, film Bardhëzie. Mban mend?
Zhaku. Po, me në lanë e druni. Njëta kujtesësh. Vërtet? Po, vazhdojmë, me që më tej, vërtet, thotë. Gjithsesi kanë patur bisedime paraprake dhe me sa duket Minibis do të arrijë që të shitet për 21 milion euro. Do më thënë, u bën milioner me një film të animuar. Po bëjnë e ti, pëse rritë më ne? Do me kanë kripur djathin, kolegë. Riu merë me emision mëgjesi. Mund t'i kishim animuar kolegën, i kishim gjetur dhe një burr të animuar. Ska gjë, jo. Zhak ose Minibis, si e do? Minibis. Pastaj, do vi në studio Fatjeta Barbullushi. Po, Shkodrania 24 karat që e muzikës shqiptare. Po, këtë punë e zjermit, kur do të sjerëm? Si? Zjermi. Ja tani. Ja tani. Arrin të këndoj muzikë të këngës së lehtë, popullore, jazz, Fatjeta. Po pra. I këndon që të gjitha. Do flasim për jetën dhe karrierën e saj me Shqipërisë. Për Fatjetën dhe karrierën e saj. Do vazhdosh të më... Do flasim për Fatjetën? Për jetën e Fatjetës. Për jetën e Fatjetës. Çfarë ka kë? Asgjë më. E do pysim dhe për emrin origjina, do të thënë babai e ka pasur Fatmir, nëna Mirjeta u doli Fatjeta. Fatjeta, me siguri. Një tezë kjo, hipotezë, jo se është e vërtet. Edhe për mbiemrin Barbullushi, gjyshi ka pas mbiemrin Barbi. Jo. Jo? Jo. Ama sot do prezantojmë dhe projektin e saj Të ri, qyteti i dashurisë. Qytet për Shkodrën. Për Shkodrën, normal se për këtë ishte. Shkodra, pra Shkodra. Ju kujtohet një këngë që ka patur Fatjeta. Është hera e parë që Shqipëria vërteton që peshku nuk qelbet nga koka. Është e vërtet. Ka patur një këngë shumë të famshme dhe vazhdon të jetë në fakt pas dy syt në ballë. Po është vjetër kjo është e famshme. Kjo është remake, se kjo është këngë më e famshme se Fatjeta. Se Fatjeta mirë, po dhe se prindit e saj, po ne. Është vjetër. Si e vjetër. Kënga e ka kënduar Fatjeta. E për herë parë. Teksti dhe muzika nga Ilir Berani. Ky brez, koleg, këta mendojnë që jeta ka filluar nga viti 2000 çka ka bërë, domethënë, po jeni shumë old ndonjëherë. Në rregull. Po ne jemi old. Do gatuajmë. Pas saj do flasim për zjermin. Pastaj do gatuajmë. Do gatuajmë. Kemi bananet e pjekura në tigan. Mirë pafshim, koleg. Unë them që ta mbyllim. Jo, nuk është, deri këtu është mirë. I presim bananet me feta, kupton? Unë ashtu kam prerë për kollaj. Po pra. Po surprizat nuk kanë të ndalur në të program. Çka ka ndodhur? Kjo receta më lejoni se... po. Ku është Florenca? Florenca e gjetëm. Atëherë, kjo recet ka 2 banane, ka 30 gram sheqer, 20 gram gjallë, ka 4 feta djath pice. Okej. Kolegë, gjë më të mirë s'ke për të ngrënë. Djath pice? Po. Ka 20 gram ar kokosi. E bëjnë kinezët këtë si recet. Ka dhe 20 gram djath parmigiano. Erdhi nga Vietnami me ide të qarta, për të na helmuar. Është hera e parë që dua vetëm pjatën që shoh në fotografi. Okej. Ka dhe vanilje. Nuk janë të djathrat paktën. Jo, nuk janë, jo. Ka vanilje, ka dhe mjalt për dekor. Unë me zi po pres, koleg. Po, pa dyshim. Si është kjo puna e zjermit? Pse pra? Kjo është zjerimi, pse pra? Nësi kur dhe... Pra. E lëm fare. I shava unë ato në fillim? Jo. Shaj. Vazhdo. Jo, jemi në 2027-ën, jemi në Europë. Atere për këthimet. Për këthimet. Si mos na votuan më. Bejas ne jurojmë shërim, sepse të shtejt nuk ishte mirë sot, nuk ndjej mirë, në base lodhja, kanë patur në të gjatë. Adrenalina. Bea, shtrit. Unë jam duke bokollin, për ndaj s'për Ti thjesht me Kovaçan. Kolla ka shkëlqy. Si gjithmonë. Edhe Bea. Bea i hyllë. Pa i Austrisë, soprano. Shumë mirë.